Ramadan, Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falëndërimi takojnë Allah subhanahu wa ta'ala, dërsa salatat dhe selamet profetit e tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Lusim Allah azza wa jall që na jep sukses dhe bereqet në këtë takim. Po ashtu të na jep edhe sinqeritet e madhe Allah subhanahu wa ta'ala. Dashur vëllezër, në javën e kaluar kemi filluar një seri të shkurtë disa ligjërata në kuadër të përgatitjes për muajin e bekuar të Ramazanit. Realisht javën e kaluar kemi folë për rëndësinë e përgatitjes që duhet të ketë hatër besimtari para se marrë muaj Ramazan, në mënyrë që ta shfrytëzoj sa më tepër, po dhe të mos jetë të mos e nxjerr nga flet ky muaj i bekuar dhe ky muaj i madh që Allah azza wa jalla dërgon për robërit e tij, në mënyrë që ata të fitojnë sa më tepër nga të mirësitë, nga mirësitë të mira që Allahu xhalla wala i ka parapone muajin e bekuar të Ramazanit. Sot do të jetë një temë tjetër, por në këtë cikël të ligjëratave është dimensionet e përgatitjes për Ramazan. Dashur vëllezër, muaji i Ramazanit është një muaj shumë dimensional. Ai ka të bëjë me shpirtin, ka të bëjë me zemrën, ka të bëjë me trupin, ka të bëjë me ibadetin, ka të bëjë me individin, ka të bëjë si person, ka të bëjë me familjen, ka të bëjë me vëllazëllahun, ka të bëjë me xhamin, me xhamatin, ka të bëjë me Kur'anin, ka të bëjë me fukarat, ka të bëjë. Pra është muaj i gjanë, dashur vëllezër. Është muaj shumë dimensional. E është humbje e madhe për besimtarin që krejt muajin, këtë muaj me shumë të mira që i ka dhe i sjell, dhe shumë këto oferta që Allah zëll i ofron robërve të tij për gjatë këtij muaji, mos me i shfrytëzu. Ose me shfrytëzu shumë pak për këtij muaji. E s'ka dyshim se për me shfrytëzu mirë ose në maksimum dhe gjitha këto të mira që i sjell, duhet përgatitje e fuqishme, duhet përgatitje serioze, duhet planifikim. Edhe tash jena vonë, wallahi jena vonë. Mos harroni se ajo fjala që thua se selefi, dietarët muslimanë të vjetër e kanë lutur Allahun 6 muaj përpara, ata jo vetëm doan, me siguri e kanë lutë dhe janë përgatit për këtë muaj të madh. Na jena vonë, na jena në prag të muajit Ramazan. Jena në prag të dashur vëllezër besimtar. Po megjithatë, më mirë diçka me planifiku, me përgatit, më bogati, me ditë se çka kemi bën këtë muaj, me ditë se cilat janë të metat tua që ki dëshirë me i zvoglu, me i largu, me pastru veten. Cilat janë mëkatet që është mirë në këtë muaj, sepse është mundësi vëllezër të dashur. Është mundësi, hapet ofertë. Subhanallahu, ndryshime kozmologjik Allah azza wa jall bën në këtë muaj vetëm për robët e tij që ata të përfitojnë. Dhe sikurse edhe shumë Ramazana të tjerë për shumicën e njerëzve, edhe ky Ramazan që është në ardhje, ka lënë thjesht. Disa e kryejnë çata xherim, disa e kryejnë çata xherim me vështërsi dhe me gëzim që po kalon edhe më liru prej tij. Dikush ja bashkangjet edhe taravin, por ka të tjerë që e shfrytëzojnë dashur vëllezër për ibadet me shpirt, namaz, dhikr, namaz sabate, namaz dreke, taravije, namaz natë, hatme, sadaka, ka të tjerë që e kanë bërë gati më agjeru, ma tepër se një Ramazan. Është mirë më agjeru 2 Ramazana, 3 Ramazana se ka mundësi. Shumë njerëz kanë mundësi, por duhet planifikim të dashur vëllezër. Duhet përgatitje, po dhe planifikim. Andaj dashur vëllezër, është jashtëzakonisht e rëndësishme përgatitja, jashtëzakonisht e rëndësishme dhe në dimensione të ndryshme. Janë disa këshilla së dashur vëllezër që para se me përmend këtu, po përmendin një fjalë të Hasan al-Basriut, rahimahullah, dietari i madh. Dhe fjalët e tij kanë thënë disa dietarë bashkëkohorët. Fjalët e Hasan al-Basriut kanë aromë të fjalët pejgamberëve, subhanallah.
kanë shihet fjalët pejgamberëve, por aq shumë Allah i ka dhënë dituri, hikmet, mençuri dhe urtësi dhe dritë që fjalët e tij janë fjalë me peshë dhe përdoren shumë. E ka thonë fjalë që na përgjigjet ose na përshtatet neve tash pikërisht në këtë ligjërat dhe në këto ditë që jemi duke ju afruar muajit e bekuar të Ramazanit. Ka thonë rahmetullahi alayhi, inna Allaha ja'ala shahra Ramadan midmar li khalqihi. Ka thonë Allahu e ka bërë, vërtet Allahu e ka bërë Ramazanin vend mejdan për me garu krijesat e tij, njerëzit e tij. Mejdan vend ku mohen garat. Për çka po garohet këtu? Këtu po garohet për vepra të mira me të cilat robët kanë mundësi me fitu kënaqësinë e Allahut. Subhanallah, çfarë përgatitje shpobojnë njerëz. Çfarë përgatitje shpobojnë njerëz. Madje për futbolle, për sporte, për disa runa zot edhe për haram. Përgatitje, rezervime, shpenzime për ditë caktuara me i kalu, me shfrytzu në maksimum në haram. Kurse neve Allahu po thotë pas albasi, Allahu e ka bërë Ramazanin muaj të garimit, ku njerëzit ibadetxhit, krijesat e Rabbit Allahu Azza garojnë fihi bi ta'atihi ila mardatihi. Garojnë me çka? Me ibadete, por çka? Me fitu kënaqësinë e Allahut. Dhe vazhdon. Fasabaqa qaumun fafazu. E disa kanë shku larg nga dhe kanë fitu, sepse ja përgatit. Është një maraton, në atë maratonat që mund, ato ka me mira që fillojnë. Po dikush veç ka shku që ashtu, me thonë që me bo një selfie. As nuk është përgatit, as ka vrapu kur, as ka kondicion, edhe dhe që së fitën, veç me dalë me hiq atë në maraton, ku kesh më rapis, ka plot që shto hinë Ramazan. Thot, por disa njerëz pra të përgatitur, kanë hecë largë dhe kanë fitu. Kurse thot të tjerë, wa takhallafa akharun, kurse ngellën mbrapa të tjerë, fakhabu dhe humbën, e natyrshme. Kush fiton? Ai që është përgatit, ai që ka vrapu, ai që kondicion ka. E kam thonë javën e kaluar tash vëllezër, në ditët e para të ravive, mashallah, s'pejzen xhamia. Por nuk po zgjat shumë, jo vetëm tek ne, gjitha xhamia ç'është është. 2 ditë, 3 ditë, 4 ditë, 5 s'ka kondicion, po i lëshon njerëz. S'është përgatit ai më fol gjatë. S'është përgatit as shpirtnisht, as imanisht. Se si të ka iman dhe shpirtnisht dhe din se çka po don me teravia e qëndron, por jo do të zot. Andaj thot fatakhallafa akharun fakhabu, dhe disa të tjerë ngelen mrapa, smeten me hez, fakhabu dhe hubën. Dhe thot fal ajabu min al-la'ib ad-dhahik, thot çudi është për atij lejtarit që bën tallet. Gora ka fillu, gora modhe po bëhet kurse dikush bën ai gore. Tallet. Filion në këtë ditë, tallet të ditë kur shumë kush po fiton dhe përpara po shkon dhe të tjerët për shkak të mospunës së tyre po humbin. Pra po humbin ata që ngelen mbrapa. Tash vëzër, kjo pra dhe kjo fjalë tregon se ky muaj është muaj i madh, muaji Ramazanit është mundësi e madhe, me të mirat e shumta, me ofertat e shumta, që besimtari vërtet duhet më përgatit fuqishëm. Në mënyrë që me e shfrytzu në maksimum dhe me fitu në maksimum. Dhe kemi cekë edhe janë halur hadithe që dallimi mes atyre që e shfrytëzojnë Ramazanin, e agjerojnë Ramazanin dhe atyre që nuk e shfrytëzojnë dhe se agjerojnë Ramazanin është dallim shumë i madh ditën ku të dalim për Allah subhanahu wa ta'ala. S'ka të shumë të shëllës se përgatitja më rëndësishme është përgatitja imanore, shpirtërore, përgatitja shpirtit, përgatitja imanit dhe përgatitja zemrës. Për këtë muaj të madh. Kjo është shumë e rëndësi.
shpestisht mu përgatit, mu bo gati dhe me ditë se çka është duke na prit, se çfarë ka përgatit Allahu për këtë muaj. Andaj këto janë disa këshilla të shëndetësor që ndihmojnë besimtarit mu përgatit shpirtnisht dhe imanit për në aspektin e imanit, në aspektin shpirtëror dhe në aspektin e zemrës më përgatit dhe mu bo gati për këtë muaj të madh. Këshilla të shëndetësor është me lutë Allahun subhanahu wa ta'ala që me na mundësu me rrit muajin e bekuar të Ramazanit. Allahu na dha shëndetje Rabbul Alamin dhe na dha shtymër me taku dhe me mri këtë muaj e ne duke qenë shëndosh e mirë. Ishte profeti alayhi salatu wassalam, i cili kur hyn të muaj Rajab, transmetohet se ka bërë këtë dua. إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. O Allah na jep bereqet në Rajab dhe Shaban dhe mundsana me mrit muajin Ramazan. Po është transmetuar edhe nga dietarët nga selefit që kanë bërë këtë lutje që Allahu azza wa jall më na mundsu dhe kështu do të thotë duke lutur Allahun azza wa jall, duke ngrit duart, besimtari e përgatit veten e tij për një gjë të rëndësishme që është duke ardhur. O Zot, mundsana me prit, o Allah jep na shëndet, o Allah jep na iman, o Allah jep na kuat, o Allah mundsana me shfrytzu çana dije e kështu me radhë. Pra lutja do shëndetësor, në njëjtën kohë lutja është edhe është ibadet, madje është për ibadeteve të mëdha që Allahu azza wa jall shpërblen për këtë ibadet. Dy të shëndetësor, është mirë që besimtari me kujtu të mira që i sjellë muaji Ramazan. Dhe me përgëzu veten e tij për këto të mira që po na sillen, duke i kujtu ato vlera që janë përmendur në Kur'an dhe në hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, hapën dyert e xhenetit, mbyllën dyert e xhehenamit, falën mëkatet, shpërblimi i një dita xherem e kështu me kujtu tash vëzër. Pra me e kujtu vetet pastaj njeriu t'i vjen një farë lloj përmadhimi dhe qefi dhe dëshire dhe vullneti për me prit dhe me taku këtë muaj. Treta shëndetësor besimtar është i'zam ala tark adh-dhunubi wa at-tawba, me vendos me braktisë mëkatet dhe më pastru dhe më pendu prej gjunave. Ramazan është fillimi i ri. Realisht Ramazani është fillimi i vitit nga një aspekt shumë interesant. Ka thonë profeti alayhi salatu wassalam, në muajin Shaban që tash veç kemi fillu, është ndoshta dita e dytë e këtij muaji Shaban që është para muajit Ramazan, ka thonë profeti sallam, në këtë muaj ngriten veprat e vitit Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjitha veprat që kemi punu për gjatë vitit, tash para Ramazanit ngriten tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Ngritet dosja për ne vetë. Andaj kur është pyet pejgamberi alayhi sallam, ja Rasulullah, në njëri prej shokëve të dashur, po të shohim që po agjeron shumë gjatë muajit Shaban. Ka thonë në këtë muaj njerëzit janë ngaflet, sepse janë duke meti kanë të Ramazani, një farë formë edhe thënë hajtë se kena më folë bëllë kur djenë, hajtë se kena me agjeru bëllë, dhe nuk i bojnë fort të zmetë muajt Shaban. Dhe arsyeja dytë ka thonë dhe në këtë muaj ngriten veprat, e kam dëshirë ka thonë që kur të ngritet dosja ime veprat e mia, unë me qenë agjerushëm. Dhe në tash vëzër, është Ramazani është një fillim i ri pra i vitit nga ky aspekt. Veprat e vitit kaluar, pra deri në Ramazan ngritën tash në Shaban dhe pastaj fillon një fillim i ri dhe besimtari është një dashëllëzër që tash drejtohet me pasë parasysh disa mëkate të cilat e kanë përcjell ndoshta për gjatë vitit dhe prej cilave s'po mundet mu largu, është mirë një aqit piken tash para Ramazanit mu largu prej tyre. Pa mëkate nuk jemi asnjë dhe pa mëkate vështirë që do të shpëtojmë prapë. Por janë disa gjënoa të vazhdueshme, nuk është mirë me kanë, sepse ka thonë njëri prej dietarëve, nuk ka gjëna të vogël nëse ai bëhet vazhdimsi.
Dikush thotë i vogël mirë, po nëse vazhdimisht bëhet për ditë, ai shkon duke u rrit. Dhe kanë thonë nuk ka gjëna të madh me tobe dhe istighfar, kurse nuk ka gjëna të vogël nëse ai bëhet për ditë dhe bëhet shpesh. Andaj është mirë që me identifiku se cili vetën e ti, se cilat janë mëkatet që po e përcjellin vit pas viti. Dikon ndoshta gibeti, së mundet me rujt, dikosh dikon ndoshta shiqimi, hyn në vende ose shiqen haram, dikosh ndoshta flet fjalë jo të mira, dikosh e kështu me radhë. Me rëndësi me identifiku mëkatet dhe me u pastru para se me ardhë muaji i bekuar i Ramazanit, sepse kjo është muaji i rahmetit, muaji i mëshirës, muaji me laçeve i Kuranit, e padyshim që mëkatet e privojnë besimtarin për me përfitu prej mundësive. Është njëri prej dietarëve të shëndetësor, është pyet, ka thonë dikush, ja imam, o imam, ka thonë nuk po muj mu fal namaz natë, ka thonë e ka adet ke dhunubuke, ka thonë po të privojnë gjënahet tua, pra mëkatet janë faktori shkaku që ti s'mundesh më çu te dhone, s'mundesh më çu mu fal edhe sepse do të thotë ngritja në namaz të natës, çka ka në hadith është sharaful mu'min, është krenaria e besimtarit, pra është një privilegj që jo të gjithë besimtarët kanë mundësi me arrit. Andaj gjënahet ndikojnë në privojnë besimtarin nga shumë të mira, nga Kurani, nga namazi, nga dhikri, e kështu me radhë. Andaj është mirë që besimtarit të pastrohet Allahu Azza wa Jall, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dhe pëndohuni tek Allahu të gjithë, o ju besimtar, subhanallah. Pëndohuni të gjithë, o ju besimtar, la'allakum tuflihun, ndoshta ose që të shpëtoni. Pra, pëndohuni o besimtar që të shpëtoni, sepse tash rreziku prej mëkateve është i madh. Mëkati dashur është istein wala ta'jiz, me lejen kërkon mbrojtje dhe ndihmë nga Allahu dhe mos u bëj dopt. Disa njerëz thotë smoj unë me agjeru, smoj me lexu Kur'an, smoj më fal, smoj. Istein billah, kërko mbrojtje nga Allahu subhanahu wa ta'ala, sepse me lejen Allahu azza wa jall, Zoti i ndihmon robët e tij. Kanë thënë një fjalë ashtu zërthojnë dietarët, idha lam yakun aunun min Allahi lil fata, nëse Zoti nuk i ndihmon njeriu, atëherë ai vërtet s'mundet me fitu ose me punu. Jo rastisht është thënë në surën Al-Fatiha, për ajeteve që duhet me këndu në vazhdimsi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Subhanallah. Në jo rastisht është ky ajet. Por nëse Zoti s'na jep kuvet, nëse Zoti s'na ka ndihmu dhe mendja nuk na ka çunë, nuk do të ishim tash të njëjtë. Subhanallah. Dhe çfarë begatije madhe është Allahu azza wa jalla me ta mundsuar me orën e fal namazin në xhami. Në veçanti në sabah dhe yatsi. Gjitha vaktet, por në veçanti këto dy vakte që kanë një vlerë jashtëzakonisht të madhe, më fal me xhamat në xhami, sikurse që është një rrezik i madh me mungu në këto dy vakte mos me dal në xhami. Rrezik, shej e keqe jashtëzakonisht për ata besimtarë të cilët nuk dalin me fal yatsin dhe sabahun në xhami. Krohet shpërblimit të madh. E kjo është ndihmë prej Allahut azza wa jall. Andaj kërko prej tashit, o Zot mundsama me bë 2 hatme, 3 hatme, 5 hatme, lutë Allahun azza wa jall. Lutë sepse Allahu ti pranon nëse je sinqert dhe çuditë çfarë bëj çetë çon. Mundsama me fal gjitha vaktet. Lutë edhe prej tashit kërkoj. Mundsama me fal gjitha vaktet në xhami, mundsama me fal të gjitha taravit me xhamat. Sa njeriu ndoshta herë dhe del Ramazani dhe s'mundet përveç natën e madhe, 27-ën, sipas kalendarit që del taravih.
Këtë Ramazani shkon dhe s'ka kohë, s'ka mundësi, i nëzone kështë më radhë. Në dashurën me kërku Allahut me të ndihmu dhe Allahu pastaj me ndihmu është vërtet suksesi i madh. E kam përsërit disa herë dhe po përsërit për shkak të rëndësisë që ka në thirrjen e mezinit ndërruar besimtar që është e pëlqyer dhe prej sunetit që me përsërit ai që ndëgjon ezanin Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, me përsërit në heshtje në veti, përveç të fjala kur thot mezini hayya ala salat, e janë në namaz, çka do të më thonë? La hawla wala quwwata illa billah. Pra nuk ka ndihmë, nuk ka mundësi në orë vetëm ai që Allahu ndihmon. Kjo është përgjigjja. Pra edhe ti që i orë thuj alhamdulillah hawla wala quwwata illa billah, unë kum orë me ndihmën dhe suksesin e Allahut, se ka plot më të shnur se ti, edhe ndoshta dikush edhe më afër se ti, edhe ka kohë më shumë se ti, por s'ka mujt me orë. Sepse Allahu e din ka urtësi, Allahu e din njerëzit në gjërat e tij, nuk e largon dikon rastisht, as për me i bo zullum. S'ka mundësi Allahu mos me lan dikon, mos me marr pjesë në vepra të mira vetëm kush nuk e ka po hizmetin, ose nga jashtë ose me zemër. Ndaj kërkoj Allahu Azza wa Jall që më dhonë sukses në këtë Ramazan. Lutet modhin Allah dhe kërko për i ti forcë. Sa njeri do shëllëzëm ka ndodhë në gjatë haqit, sa njeri ju ka nërë të moshuar dhe të sëmur, por ashtë bukur dhe ashtë miri kanë kry detyrat e haqit, thojnë edhe vetë po që ditëm. Që sa s'ko mujtë kështu, mo kur danë Allah Azza wa Jall është lehtë ndëruar besimtar. 5 është më përgatit, si që thashë edhe më herët, edhe në aspektin psiqik, mi fol vetës, mi përmend të mira që i ka Ramazani, mi përmend begatit, shpërblime që i ka Ramazani, sepse do shëtëzër është shumë më rëndësi në aspektin psikologjik njeriu me qenë i bindur në diçka që është në të mirën e tij. Dhe mos me vepru diçka e ai nuk është as shumë i bindur, as nuk është i kënaqur dhe s'ka ndaj motiv të madh për me kry. E përmeni fjalët e Profetit alayhis salam, hadithet, Kur'anin që kanë thonë për këtë Ramazan, sepse vërtet pastaj Allah subhanahu wa taala i çon besimtarit sukses me hap një faqe të re padyshim, me hap një faqe të re në raport me Allahun Azza wa Jall, në raport me Profetin alayhis salam, me sunetin e tij, me udhëzimet e tij tash para muajit e bekuar të Ramazanit, sepse është koha dashur, është koha e përmirësimit. 7 dashur është me vendos një farllëj llogaritje, ja bo vetes prej tash një farllëj llogaritje ditore të shkurt në dietarët mirë, po me po veten se a je duke u përmirësu ose a je duke i respektu çato udhëzimet ose çato detyra që ja ke qitë vetes. Njeriu kur shkon te mjeku ose për konsultat e ndonjë person i aftë për ndonjë çështje të tij, përveç që ja jep bornat dhe ja recetën çka i thotë, duhet më përmbajt. Andaj nëse nuk i përmbahet besimtari hapave që i ka vendosur për më ndryshu, do të dështon. Te dashur me gjetë në shok të mirë prej tashit, me gjetë në shok të mirë, në rreth të mirë që i ndihmon besimtarit mu përmirësu. Me gjetë në shok të mirë, i cili është ndihmaqar në punë të mira. Sa njeriu e ka po hajrin shokët të mirë dhe sa njeriu e ka po sherrin shokët e keq. Në veçanti djemt e ri ose gjeneratët e reja djemë dhe vajza, është shumë me rëndësi shoqërimi
me njerëz që kanë vlera, që kanë cilësi të mira, që përmenin gjëra të mira dhe që janë larg veprave të këqija. Kanë thonë një fjalë shëzën, "Fal-mar'u qalilun bi nafsihi kathirun bi ikhwani", njeriu është i dobët kur është vetëm, por është i fortë kur është me vllazëllak. Andaj e shen njëri ka ne që vetëm ndoshta s'ka fort motiv më fol, as me lexu, as me qëndru në xhami, por nëse ndihmojmë njëri tjetrin të ndëruar besimtar, mujna me bë xhoxha shumë, mujna me bë xhoxha shumë hajër. Ka orë në një transmetim, shoqëroje atë i cili kur e përmend Allahun ndihmon, e kur e harron ta përkujton. Bëje shok ato që bëhet sebeb, që kur je në rrugë po të mirë, ndihmon halo, por kur nuk je bashkë si duhet, ai ta përkujton. Por do shëndosër ka thënë Sufjan Thauri rahimahullahu taala, le të jetë shoku yt, ai që këshillon që mos më lidh shumë me dynja dhe të nxit për me punu për ahiret. Janë disa shokë do shëndosër që qëndrimi me ta, biseda kryesisht zhvillohet rreth punëve të mira. Au fole, ku fole, u knaqëm, mashallah, po vinë xhamat, po ka xhamat, u knaqëm, po bëhet mirë, a lexove Kur'an, sahat me banën, cilën faqe je, ku ke për xhumo, atë pëlqej ligjërata, por biseda është e tillë që të nxitë me punu mirë dhe të shtenë aty me këto veprime. Dhe ka thot ka të tillë që krejt bisedën e kanë rreth dunjallakut, rreth futbollit, rreth kerreve, veturave, pazarit e kështu me radhë. Sufjan Thauri bëje shok rri me atë person që ta zvogëlon dashnin për dynjë dhe ta rrit dashnin për ahiret. Dhe kanë thonë edhe në fjalë mos pyet për njeriu, por pyet për shokun e tij. Mos pyet kush është filani, po pyet kanë e ka shok. Pra shoku i ngushtë po flas, tregon është një pasqyrë e njeriu. Çka i bie duhet me pasë kujdes jashtëzakonisht se me kanë shoqëror, sepse shoku i mirë, që ka thonë për vetë selam, me qëndru me njerëz të mirë. Njeriu është sikur se ai që hyn në dyqanin që shet parfum, ose blen parfum, ose spaku merr prej erës që zhvillohet ose gjendet në atë vend. Nënda është të besimtarë, kjo këshilla e parafundit është me bë njëtin e ndryshimit, sepse është muaj i ndryshimit dhe kemi nevojë padyshim si besimtar që çdo herë me shku duke u bë më i mirë. Dhe kanë thonë dietarët, dhe sipas ambicieve vjen edhe ndihma nga Allah subhanahu wa taala. Kjo është fjalë shumë e rëndësishme. Sipas ambicieve dhe planeve që i ka njeriu me bëve vepra të mira, çashtu i vjen edhe çast i vjen ndihma për Allahut. Andaj tash vëzër habitesh dikush se çysh filani po mundet kaq shumë, është kaq shumë i angazhuar, po kaq shumë aktivitete ka dhe kaq shumë hajër bën. Kurse dikush ndoshta nuk mundet në vepër ose në hajër nuk ja sheh. Andaj sipas ambicieve ashtu vjen edhe ndihma e Allahut subhanahu wa taala. Dhe këshilla e fundit, po ashtu është me rëndësi, është adhurimi Allahut azza wa jall përmes përmirësimit të sjelljeve dhe të akhlakut. Pra është Ramazani, është një muaj që besimtarët duhet të përmirësojnë edhe në këtë aspektin e sulukut që kanë thonë ose akhlakut, pra të karakterit, të sjelljes, të fjalorit, të veprave dhe prej tash besimtarit duhet me fillu me ndryshu. Thot njëri prej dietarëve, agjeruesi duhet me pasë kujdes për me nejtë gati agjerimit të tij prej gjuhës së tij, pra që mos me lëndu agjerimin me gjuhën e tij,
duke bërë gëbet ose duke bërë vepra që e lëndojnë agjerimin, profeti sallallahu alaihi wasallam thënë që nuk i lën fjalë tek xhia dhe vepra tek xhia, Allahu nuk ka nevojë për agjerimin e tij, po ashtu ka thonë ai që beson Allahu ditën e fundit, le ta nderoj fshiun e tij, po ashtu ka thonë profeti sallallahu alaihi wasallam, besimtari për besimtarin është sikurse një trup ose i ka pastaj që nëse ka ndonjë të lashe ndihmon është në po tash është mirë që prej tash me ditë disa defekte që i kemi si njerëz dhe me e fillu me ndryshu, me pastru, me rregullu veten para këtij muaji të bekuar. Allahu azza wa jall që e presim këtë muaj mënyrën më të mirë, me iman dhe të përgatitur edhe të forcuar edhe të dashur me zveti, por edhe të dashur të Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu azza wa jalla nderoj të shpërblet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan